just the way I always wanted. Tell what I got, do upside. Bitte wundert dich nicht, der rote Lippenstift ist von meiner Hand. YouTube dhe mirë se erdhët. Kam 2 lajme super flash. 3 sa kam bërë pazar, 1 që shifet, 2 nesër i në punë, në orën 3 nis punën. Nuk jam emocionuar me thënë të drejtën. Edhe më e bukra më morën sot në mëngjes në telefon. Edhe unë si unë, që nuk regjistroj numra kur nuk i regjistroj numrat. Dhe i them atij, alo, mendova se ishte një publicitet. Edhe i thash, a fleti anglishtit e shuna, se nuk po e merrsha vesh në fillim, tha muaj, Zizi, ti e punoj si ajone e kësha, oh, sorry, thash atin, vazhdo, i thash, më falë, thash atin. E mirë, mora vesh me të, në orën 3 nesër jam në punë si përfundim, për një figurë këshu jo shumë të mirë që thash flet anglisht, po hajmë. Na gabime do mësojmë, përveç asaj, më vjen motra nesër, vjen reja, bashkë me Alvion është era parë që do vinë në Gjermani dhe era parë që vjen te shtëpia ime, do më thënë si mik, si kunat, si të gjitha. Edhe jam shumë emocionuar të bëra pak pazar. Vajta mora një lakër, akoma s'kam mbaruar, duhet i të bëj pazar me pije me gjëra të tjera, por t'ju tregoj këto që kam marrë. Kam marrë blështrydhe, një ark të tërë, se motra më kërkoj cheesecake që do e bëjmë sot. Mora një asparag, mora motra po më erë, po pritëreja, mora mish, mora si ato këshu që janë me kock që janë shumë të mira, dhe ato t'i bëj që sot, pastaj këto i mora të revja, pastaj mora të këturku, domate, pomodorini, kam ca, po do pati se në kurte, për mora salqiqe të vogla për vincenz, mora kos, mora salat, që ishte but vetë, nuk e kam përshpërnon, mora prap mish, ky është mish qëngja, është mish vici. Më ka ardhur momenti të blem mish pa fund, duke qenë se Andis ma mishin edhe për Andin mora fileto pule, po. Mora tranguj, duke shumë të mirë. Besoj se do i edhe nesër prap të bëj pazar, sepse janë ditët pushim pastaj që kështu. Morëm edhe pak boronic, këto i mora për cheesecake-un, edhe një djath kaçkavall që është shumë i shishëm. Ka ardhur edhe Andi në shtëpi pas kursit, edhe po i bëj dhe ati pak buk, do në të buk të kështu gjëra të skuqura i hajshin, edhe po i bëj shpejt. Jo se unë kam bërë një drek fantastike edhe Andi nuk e pranoj, po unë s'kam pas gjërë që kështu po bëj këto të skuqurat shpejt, po sistemoj bukën pastaj. Do bëj drekën e nesër me do e bëj që sot, sepse nesër në orën 3 unë do t'i në punë. Edhe po alë gati, në që se duan të hajnë, ose më të hajmë në kur të bim në darkë, se data do kënë qef të dalin, edhe reja është era 3 që vjen Dortmund, besoj se doja këtë marrë pak dorën. And everybody's gotta run, and ain't nobody gonna hold you. Everybody needs someone. Don't try to go along. Don't say I never told you. When you wake up tomorrow and your heart ain't feeling right, I'm love to steal up all the say goodbye to pain and sorrow every day and every night. Sa po bëja bukën, nxora pak mishin afurra që të qetësohet, po lë gati që të vijë reja, edhe bëra edhe një cheesecake, e bëra me flutura të bukur edhe për pashkët, për të gjitha, dhe më erdhi posta, më erdhën disa mësak, kjo një, erdhën të gjitha ata kishim për të ardhur, por njëra që ma biti është kjo, se nuk e prisja. Ma pas ka dërguar Donën e ndishin besoj on TikTok, on YouTube, on Instagram, dhe pas ka dërguar post, nuk e di ku ma ka marrë adresën njëherë, se nuk ma i mund t'ja kemë dhënë. Dhe, ta shohim që më ka dërguar. Sinqerisht, ma biti dhe për mirë, shifeni,
Apo të shnis dhe ditën e parë të punës. Ua, sa bukur! Më pas ka shkruar edhe një kartolinë të vogël dhe që nga shumë e bukur. Dhe më ka shkruar Ersi dhe Andi, nga vlogjet tuaja duket se sa dëshirë keni të kaloni kohë vlerësore bashkë. Ndaj libri i kohës për ne të dy është perfekt për ju. Kalofshi bukur nga Armina dhe Edona. O, sa mbehet shefi. Do ju lë dhe Instagramin këtu. Kam me vërtet shumë i bukur, që nga dhe me ngjyra, piknik në natyrë, me bicikletë në natyrë, që nga dekorojmë pemën e Krishtlindjeve, OMG sa i bukur, që nga yll. Shifen, shumë faleminderit. Do doja të flisja më shumë, por duhet iki urgjentisht të vishem edhe të iki në punë. Kodin e punës e kam xhinset e errta, atlete dhe bluzën që duhet ta marr tek puna. Jam emocionuar sepse sot më vjen dhe Reja kisha bërë një ngadërres me biletat, me gjërat, por do e shihni te vlogu saj. Edhe duhet ta kisha marrë unë në aeroport, por mund e mora para ditë pushime, mora mbas ditë punë, ka stilet merrsha ata në aeroport, ata do vinë mbas dite, unë do iki në punë, nuk e di, e kam edhe mendjen aty që a do vinë ndote, ande këndese dhe andi është në punë, nuk merrte dot leje se kur mori leje që iku në Shqipëri, edhe jemi çik kështu. Ta alla katër shifeni kur e nis punën, ditën që edhe ka ardhur dhe një paku tjetër për ta shoh tash se jam kurioze s'ka kurioziteti të iki në punë edhe t'i lëdoj shumë çikë me paku, po hajt mund. Tash e din të tërë që unë jam çik rëmuja gjesh. Shifeni sa kapele bukur? OMG! I love it! Dhe mendoj se kapelet më shkojnë shumë. Por do ju tregoj më shumë pastaj kur të vi, se pas ka dhe gjëra të tjera të bukura, por duhet i ikes, jam shumë e vonesë. I see you watching me when we're with our friends. It's definitely something in the air, so let's take it from there, 'cause I know you want it, afraid to let it show, and I know you need it. Why don't we let it grow, grow, grow? I think it's time we stop tipping on our toes. What's holding you back now, sugar? 'Cause I don't know, sure know you want it, afraid to let it show, and I know you need it. Why don't we let it grow? Why don't we let it, why don't we let it grow? Përshëndetje njerëz nga dita tjetër, dhe mua më ka ardhur motra, jam Reja, edhe si ju thash, jemi, kanë ardhur edhe Albio dhe Kunati të gjithë, jam ka shumë e lumtur, dje ishte dita ime në parë në punë, nuk naqa, ja kalova shumë mirë, kisha çik stafin, më vu pak në punë më shumë se të duhet, e dita parë mos e të gjithë të tjerët, por sot jemi në Holland, se mbaj mend se ka emrin ky qyteti, nuk jam shumë e mirë me emrat e qyteteve, por është shumë i rëndësishëm për futbollin si qytet. Po edhe këtu, edhe burrin e kam lënë atje, po më shef thot, i ka ikur mendja gruas, ka bërë edhe një tjetër si vetë jam motrën edhe jepi. For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming, something new to me. Alone without being lonely, getting back to the old me. It's kinda nice to feel free. I thought this was over, thought I could control it, but if I speak the truth, I ain't over you. I was feeling sober until you came up now.
for. Grupi jemi në Amsterdam. Dhe Albi gjithmonë të hëngër. Vazhdojmë ditët e turit, të kampionatit dhe të maratonës. Dhe vazhdojmë sot t'u tregojmë miqve tanë të dashur. Maratona skrapari. Po ti. Unë jam ftuar special. Mendova se ishin këta të ftuar, apo ti je gjithmonë special. Më ngjoni ju njerëz, ky është i ftuar special. Sot vendosëm që të vim në Amsterdam dhe sa fat kanë pasur që ka rënë kohë e mirë, sepse Moti thoshte që do ishte kohë e keqe. Moti thoshte që do ishte kohë e keqe, po patëm fat dhe na mbajtën këto 3 ditë koha goxha mirë. Ishim dje në Köln, nuk naqëm, dolëm edhe në edhe Eindhoven ishim. Dje ishim në Eindhoven që u tham pak që erë dhe mbajtëm edhe u kënaqëm edhe atje shumë. Edhe pse në ato 3 qytetet që unë kam pa në Holland, ai është më pak i preferuarim. Eindhoven. Po, edhe nes ta pëlqeu shumë. Po ishte shumë stil Dolëm mix. me Pampos na. Se ishte shumë stil mix, modern me këtë. Ishte më shumë modern se sa. Kështu që kemi qef ne të dy. Por tash që po shohim Amsterdamin, këto që kemi parë, nuk e di do po shohim në një tjetër. Vend për të ngrënë. Edhe një vend për të. Ha? E kuptuat? Tani po dalim, nuk e di ku do jetë në Saradhes, do ju tregojmë ca klipe, po ka lezet edhe kështu me kallaballek, edhe jo vetëm ne të dy si gjithmonë, qesh, gallata, humore. Por thash, shpresoj që dhe ju me video të kënaqeni, na pak na udhëtimi jon. Walk me in the morning sun. Tell me I'm a lucky one. I'm riding on the wave of an ocean that I could be brave. Is there anything good on the radio? Turn it up loud and let me know how it used to be before anyone heard of you and me. Rada e patateve. Në radhë për patate. Feeling good, I'm feeling great. Running out of town just to celebrate. The fortune's here to stay. A one-way ticket to a better day. A rocking chair and a glass of wine. In the shade of a tree and I'm feeling fine. There's not a lot to ask when life is going by so fast. One breath away. Ja ku jemi ullur këtu si Halexhin numër 1, 2, 3, 4, vazhdon me radhë. Amsterdami është gjithmonë për mua shumë i bukur. U kënaqëm shumë edhe thashim me fat se na ka mbajtur koha shumë e mirë. Hëngrëm sanduiçin e preferuar të burrit. Ja ku është. I preferuar dhe i motrës edhe i këtyre, i zuri dielli nga vapa tashi. Po jemi kënaqur pafund me shoqëri të mirë, na erat e këndshme që po na sjellin shumë humor po na trazojnë. Por them, mua më pëlqen Amsterdami dhe për mua duhet ta vizitoni. Avash tash do kthehemi për shtëpi. Is it about control? Losing the grip, you get old. Turn to the sea. I don't know how, but you found me. Never too late to get up. Maybe it's not as hard as you think. Some things you cannot change. You feel it but out of range. Your mind is at war, trying to... Sa po e çova Rean tek aeroporti, edhe tash kam një turm pune për vete, jam në punë sot. Ka nisur, domethënë kanë mbaruar pushimet e Pashkëve,
Edhe tashi do vëmë të punojmë njerëz. Ju kam thënë që kam një mini job që e bëj vetëm 2 herë në javë si punë, na 5 orë gjys. Edhe pse më kur ishte mundësia, thash pse mos ta provoj, e dini ju tashmë. Edhe sot si e marrë që është, kam ditën e punës. Se si më duket më thënë të drejtën që iki në punë edhe të gjitha, sepse kisha shumë kohë që nuk vija në punë, edhe përveç kësaj ndihem edhe shumë çuditshëm, kam përcjell motrë, nuk naqa kaq shumë ditë, me Alvion, me Rean, spektakël, pushim, andi në shtëpi, jo lëviz, jo ha jashtë, jo jetë borgjezi, jetë luksi. Tashi t'i kthehemi jetës për vërtetin në punë gjithë ditën. Sot jam nga ora 3 deri në orën 9, në ora 3 deri në 8:30 më saktë. Kam veshur dhe uniformën kështu të punës edhe ikim tash. Dhe ju tregoj më vonë për punën, tani po uallë pak kështu si mister, sepse po ndejta më do bëhem më vonë që kështu i ka. Tschüss!